Në fshatin Arshilengo, bujqësia nuk është thjesht një aktivitet i përditshëm, por një traditë e gjallë që trashëgohet dhe ruhet me përkushtim. Një nga ata që mban këtë frymë të gjallë është Hydait Bendo, i cili prej rreth 2 dekadash i është përkushtuar kultivimit të perimeve në çdo stin të vitit, duke sjellë gjithmonë prodhime të freskëta dhe cilësore. Puna e bujqësisë është shumë e rëndësishme, po duhet të jesh një çik me mosh. Po ti je i rit punosh, puna e bujqësisë nuk të lëbosh. Fiton. Po s'ke mosh, bje takati, bje mosha, bje ndë gjitha, dhe kështu që nuk ke takat punosh, unë këtë punoj bashkë me gruan, jo vetëm. Fillimisht ne këte kishim me salat, me majdanoz, kopër, bazi, ato i hoqëm, këteja. E ka një kemi zënësua me domate dhe barbunjë. Domate tani paka shumë mire kemi, edhe barbunjën mire kemi. Unë të gjitha këto perimet që bëj këtu, unë i tregtoj. Të pakrica lartë. I japim atje, edhe kam gjithë mi që i prodhoj vetë, i kam bio, nuk i kam me plera, me dapera, me nitrate, me kështu, i kam vetëm me ple organik. Do me thënë, ushqemi pa, jo se pasurojemi. Ushqemi, në pak, do me thënë, në ndihmon. Për të, toka nuk është vetëm një burim jetese, por është pjesë e pandashme e identitetit të tij. Çdo ditë nis dhe përfundon me punë, kujdes dhe dashuri për çdo bim që rritet në duart e tij. Me këtë ser të vogël që kam unë, këto prodhime që bëjmë, jam tepër i kënaqur. Farat ne gjithmonë i marrim degë farnave. Edhe janë fara një vjeçare sepse janë fara hibride. Ato një vit i përdore, pastaj si përdor dot më. Detyrojemi që marrim farat e degë farnave. Këto do të bëjmë sa të kemi takat të lëvizim, po në ra fuqia do ta lëmë. Edhe pse në moshën 72 vjeçare, Hydaiti mbetet një shembull frymëzimi. Ai vazhdon të punojë pa u lodhur, duke kaluar orë të gjata në serën e tij, me të njëjtin pasion dhe përkushtim si ditën e parë.